dashur miq e familjar, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë quhem Anton Daka dhe jam baxhanaku I Arbrit dhe kunati I Laurentës. Ju uroj një mbrëmje të mirë gjithëve. I lutem që gjithë qëndroni ult, që të kenë mundësi gjithë shikojnë këtë ceremoni. Dhe na kushtoni një moment shkurt vëmendjen tuaj, pasi tani fillon një moment I veçantë. E dashur Laurenta, I dashur art, dashur familjar dhe miq. Sot jemi mbledh këtu për të festuar një moment veçantë. Dashurinë tuaj dhe vendimin tuaj për ta ndarë jetën bashkë. Ju jeni njohur, jeni afruar, keni qeshur shumë, keni përjetuar shumë momente të bukura dhe keni vendosur që doni të ecni krah për krah. Me besim, përkrahje dhe dashuri. Jo vetëm sot, por në çdo ditë që do të vijë. Martesa nuk është një premtim për përsosmëri, por një premtim për qëndresë. Për ta dëgjuar njëri tjetrin, për ta kuptuar dhe për qëndruar së bashku edhe në ditët që nuk janë të lehta. Sot ju thoni po njëri tjetrit me zemër të hapur, me bindje të plot se keni gjetur shtëpinë të njëri tjetri. Ky po është një fillim I kapitullit të ri. Juroj me zemër që gjithmonë të e njihni dhe rizbuloni njëri tjetrin. Të mos e merrni dashurinë si të mirëqenë. Dhe që edhe pas shumë vitesh ta shikoni njëri tjetrin me dashurinë dhe respektin që ndjeni sot. Me këtë ndjenjë, dua t'ju pyes. Laurenta, a dëshiron të ecësh krah Arbrit? A dëshiron të ecësh krah Arbrit, ta duash, ta respektosh dhe ta mbështesësh sot, nesër dhe çdo ditë më pas? Po. Tani të pyes ty Arbër, a dëshiron të ecësh krah Laurentës, ta duash, ta respektosh dhe ta mbështesësh sot, nesër dhe çdo ditë më pas? Po. Këto naza janë simbol I dashurisë suaj. Vendosjani tani njëri tjetrit. Bravo! Një dorë trokitje, lutem. Urime dhe jetë gjatë së bashku. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Tash po ja kaloj mikrofonin Arbrit. Një mbrëmje të mirë. Faleminderit Anton. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma familje, mirëmbrëma miq, mirëmbrëma gjithë mysafirëve. Mirë se keni erdhë këtë dasma jonë. Shumë faleminderit, na keni bërë shumë qefin që keni erdhur sot
shumë i natë knoqët, edhe njerë faleminderit. Po sot jena internacional. Për qatë shkak, për qatë arsye, du me ndro gjuhën, me fol pak gjermanisht, me vuthon krejtve faleminderit, edhe shokve dhe shoqeve. Fillimin e bon Laurenta. Hallo, liebe Deutschen. Orbert hat mir eigentlich einen Text vorbereitet, den ich euch vorlesen soll, aber ich habe es vergessen, auswendig zu lernen. Aber ich sollte mich bedanken. Danke, dass ihr diesen langen Weg auf euch genommen habt. Wir wissen, es ist nicht selbstverständlich. Wir sind jedem Einzelnen von euch so dankbar. Wir werden euch das nie zurückgeben können. Ich hoffe, ihr habt einfach Spaß und reicht es? Nachdem meine bessere Hälfte so eine emotionale Rede gehalten hat, gar nicht gezwungen, möchte ich auch noch ein, zwei Worte verlieren. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Da wir heute international sind, direkt an euch. Danke, merci, teşekkürler, grazie, gracias und shukran, dass ihr da seid. Es bedeutet uns sehr viel, dass ihr diesen Moment mit uns teilt und wir wünschen euch einen schönen Abend und unvergessliche Momente. Ich würde jetzt wieder auf Albanisch weitermachen. Edhe një herë e vazhdoj shqip, faleminderit krejtve që keni erdhur, po disa njerëz sot e kanë meritu ekstra një falemindrim. Faleminderit nonës tim, edhe babës tim, që gjithmonë kam përkrajnë një jetë, ke si cili situatë që e kom pas, pak ta njerëz, unë e sot nuk dhe isha ki që jo. Këta e kam bo këtë ditën e soqme, në këtë mënyrë e kam bo realitet me neve bashkë. Faleminderit që keni respekt dhe besim ke une edhe ke Laurenta. Po faleminderit edhe për prindët e Laurentës, ata fjalë vlen edhe për ju. Faleminderit që keni bo Laurentën qaj për zonë që jo, edhe faleminderit që keni besim ke unë si dhondër. Edhe natyrisht, faleminderit shumë për Laurentën që gjithmonë për kran edhe për herë, o ka ona jeme, ke si cila situatë, edhe shumë faleminderit për këtë sendet. Para se më vazhdu festën, kam edhe një histori të vogël. A di që e bom për hajër, do me thonë për hajër fejesa tradicionel, kanë shku bura tonë, ke familje Laurentës, masi kur e kam bo për hajër, më shkruan Laurenta. Urime, nuset mirë ke marë. E pranoj nuk ka rejtë. Më në fund, edhe një sen tjetër. Nuk e di a dë ina dë një herë tjetër në këtë konstelacion bashkë prapë. Pra ndaj, shfrisonja sot këtë ditë, festonja vetën, na festoni neve dhe festonja jetën.